تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد gjithë lavdia takon vetëm Allahut, atë falenderojmë dhe lavdërojmë dhe prej tij kërkojmë ndihmë dhe falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqjeve të son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë Ti je I gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Al-Adab al-Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, I lindur në vitin 194 dhe I vdekur në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mëshiroft, e falt, atë na falt ne dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në hadithin e radhës që është temë tjetër, ka përmendur Imam Bukhari rahimahullah, temën që ka të bëjë me pranimin e dhuratës ose me dhuratën në përgjithësi. Ka thonë Babu qabulil hadiyya, do të thonë temë pranimi I dhuratës. Ka thonë këtë hadith që është hadithi numër 594. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام ابن إسماعيل قال سمعت موسى ابن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. Pra me këtë zinxhir transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë tahadu, pra jepni dhurata njëri tjetrit, tahabbu, që të duheni ose të shtohet dashuria mes jush. Dhe në transmetimin e tjetër, do të thënë që është në këtë temë, ka thënë Imam Bukhari rahimahullah حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس رضي الله عنه يقول تمثان ما كنت زنجير ترانسميتون غا ثابت I cili thot se Enesi radhiyallahu anhu ka thon thoshte, do të thon Enes ibn Malik radhiyallahu anhu u thoshte djemve të tij ose fëmijëve të tij, ya baniya tabadhalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Ka thonë bitë mi, jepni dhurata njëri tjetrit ose shpenzoni për njëri tjetrin apo shkëmbeni dhurata mes veti, sepse kjo shton më shumë dashurinë mes jush edhe e bën, do të thënë, dashurinë më të qëndrueshme mes jush. Pra, këta dy tekste tregojnë për rëndësinë dhe mirësinë e dhuratës. Dhe dhurata është, do të thënë, një prej etikave islame, për cilat ka nxitur Islami. Prandaj muslimani duhet ta praktikoj, do të thënë, ta ketë parasysh këtë çështje. Numër 1 që të ketë shpërblim të Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe gjithashtu ta ketë, do të thënë, si zbatim për fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë, kjo nxitje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë shtytës për pasuesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta praktikoj dhënien e dhuratës. Dhe dhënia e dhuratës nuk kupton edhe pranim, do të thënë edhe për pranimin do të flasim, që është gjithashtu pranimi I mirë I dhuratës është prej moralit lartë, për cilin ka
na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk e ka refuzuar dhuratën, përveç nëse ka qenë haram. Përveç nëse ka pas ndonjë pengesë, do të thonë si për shembull nëse është haram ajo ose i ndalohet, për shembull që i ndalohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sadakaja dhe ose diçka tjetër që ka ndodhur që sahabët nuk e kanë ditur edhe kanë menduar të japin dhurat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ai do të thonë vetëm në atë rast e ka refuzuar dhe e ka treguar arsyeën. Edhe ka thonë në siç është kur i ka thonë dikush Sa'b ibn Gjiame, i ka thonë diçka, edhe i ka thonë inna lam naruddahu alayka illa anna hurum. Do të thonë i ka thonë misht gjahut ose diçka të tillë. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë nuk e ka pranuar, edhe ai është mërzit. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta refuzuam sepse ne jemi në ihram. Do të thonë shkaku është fetar, pra nuk ka diçka personale që mos shkaktoj dhimbt ose prekjet e ai që jep dhuratën. Pra dhurata është shkak për shtimin e dashurisë. Edhe prandaj kanë përmendur dietarët se dhurata jepet, do të thonë fillimisht si qëllimi ose synimi që ka njeriu synon të arrijë është shtimi i dashurisë. Do të thonë ajo është numër 1. Thotë është ibadet si dhurata edhe lëmosha ose sadakaja. Cili është dallimi mes tyre? Sepse të dyja janë, do të thonë, dhënje pa kompenzim. Do të thonë kjo është edhe për dhuratën edhe për sadakan. Mirëpo dallimi është se te dhurata njeriu synimin numër 1 e ka shtimin e dashurisë dhe afërsisë. Kurse dhe numër 2 është fitimi i shpërblimit. Kurse te sadakaja numër 1 është fitimi i shpërblimit te Allahu. Pastaj, domethënë, mund të jetë si përfitim shtesë, domethënë që shtohet dashuria mes njerëzve. Thotë prandaj ka dallim. Pra mos keq kuptoj dikush se të dyja janë adhurim, duhet bën sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala. Mirpo synimi i veprës, çka do njeriu të arrijë me atë vepër, është, do të thonë, do të arrijë dashurinë edhe afërsinë me vëllezërit besimtar, vëllezërit dhe motrat, do të thonë edhe motrat mes veti edhe vëllezërit mes veti, ose gjithashtu edhe ata që kanë ndonjë lidhje burrat me gratë, qoftë lidhje bashkëshortore ose lidhje gjaku ose diçka e tillë, do të thonë që janë mahram. Preferohet dhënia e dhuratës, do të thonë që bëhet për hir të Allahut. Mirëpo synimi i kësaj është, do të thonë, arritja e afërsisë dhe dashurisë, kurse synimi i sadakas është vetëm arritja e shpërblimit te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj rezultati i dytë është arritja e afërsisë. Për këtë shkak, do të thonë, Enes ibn Malik radhiyallahu anhu i ka këshilluar fëmijët e tij që t'i japin njëri tjetrit dhurata, do të thonë që ta përforcojnë dhe ta stabilizojnë, do të thonë, dashurinë mes tyre. Pra për këtyre dy haditheve përfitojmë se dhurata është shkak i shtimit të dashurisë dhe afrimit të zemrave, edhe forcimin e forcon vllazërinë, do të thonë, edhe ndikon përgjithësi në shoqërinë islame të muslimanët, do të thonë për përmirësimin e raporteve shoqërore. Po ashtu dhurata edhe e largon ato, do të thonë, ndjenjat e këqija që janë zemra. I largon ato, e largon urrëtitjen, do të thonë nëse ka mendim të keq te dikush ose ftohje nga njëra anë, do të thonë kjo dhurata është që e largon atë ftohjen dhe bën që të zëvendësohet në vend të asaj të vi afërsia dhe ngrohtësia vllazërore. Mirë, në hadithin tjetër dhe
si nën temë tjetër, është ajo që ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, babu man lam yaqbal al-hadiyata lamma dakhala al-bughdu fi an-nas. Al-bughdu fi an-nas. Do të thonë kush nuk e pranon dhuratën, do të thonë temë për atë që nuk e pranon dhuratën, për shkak të urrëties që ka ndodhur mes njerëzve, ose për shkak të urrëties që ka ndodhur te dikush prej njerëzve. Thot Imam Bukhari, حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Domethënë transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu dhe thot ahda rajulun min bani Fazara lin nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan. Domethënë një njeri prej kësaj familjes Bani Fazara i ka dhuruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një deve. Fa'awadahu, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka kompenzu. Domethënë siç dihet, gjithmonë secili që i ka dhënë dhurat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, patjetër ja ka kthy me dhurat tjetër, ose të barabartë ose më të mirë. Domethënë çdo herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është munduar që ta kompenzojë dhuratën, domethënë që të jetë këmbim i dhuratave, që t'i japë edhe nga ana tjetër. Mirë po, ky njeri thot fatasakhatahu, domethënë nuk i ka pëlqy ky kompenzimi që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot fasami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar yaqul, pra Abu Huraira thot, atëherë dëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në minbar, duke thënë yahdi ahaduhum fa u'awwiduhu biqadri ma 'indi. Domethënë kur dikush prej njerëzve më jep dhurat, unë ja kompensoj ata sa kam mundësi, domethënë sipas atyre mundësive që i kam. Thumma yaskhatuhu, pastaj ai e urren këtë kompenzimin. Wajmullah la aqbalu ba'da 'ami hadha min al-arabi hadiyatan. Domethënë pasha Allahun, ka thënë, pas kësaj nuk do të pranoj dhurat nga askush prej beduinëve, illa min Qurashiyin, përveç prej një Qureshijut, që është prej Qureshve, au Ansari, ose prej Ansarve, au Thaqafi, ose prej fisit Banu Thaqife, au Dausi, ose prej fisit Daus. Banu Thaqife janë banor të Taifit, edhe Daus është fisi Ebu Hurairas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Domethënë për shkak të këtyre sjelljeve jo të mira prej beduinëve zakonisht, pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të pranoj dhurata prej tyre, sepse domethënë vend që dhurata të jetë shkak për shtimin e dashurisë dhe afërsimin dhe ngrohjen, është bërë shkak për zemrim, për hidhrim. Pse është ky? Domethënë pasi njerëzit e kanë ditur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpërblen për dhuratën. Domethënë nëse jep atij dhurat, patjetër se do të japë njësoj ose më mirë. Edhe ky person ka shpresu diçka, ka mendu, domethënë të marrë diçka prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë që ja ka dhënë, atëherë ja është duk pak. Domethënë ose është duk më pak se ajo që e prit, edhe për këtë shkak është zemru, edhe kjo është punë që e ka urryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shkaktoj zemrim të dikush ose hidhrim, edhe për këtë shkak ka thonë nuk do të pranoj më dhurata prej beduinëve, do të pranoj vetëm prej Kurejshve, të Mekës, prej Ansarëve të Medinës, prej Thaqafive të Taifit, edhe prej Dausit. Ky hadith gjithashtu është argument se nuk është e lejuar që njeriu të japë dhurat me qëllim të përfitimit. Domethënë, pra si tham, qëllimi i dhuratës është shtimi i dashurisë, por duhet bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, jep dhurat që të fitohet dashuria atij personi që jep dhurat, dhe kjo të bëhet për hir të Allahut, jo për interes të dunjas. Këtu është domethënë dallimi, kurse
te sadakaja njeriu nuk pret dashuri ose falënderim kështu me radhë. Do të thonë e do vetëm shpërblimin për këtë sadakan. Do thotë edhe dhurata duhet të jetë me sinqeritet. Megjithse do ta gëzosh atë të cilit i jep dhuratën edhe ta afrosh kështu me radhë, duhet të jetë sinqert për Allahun subhanahu wa taala dhe jo t'i japë njeriu, do të thonë që e di se e kthen më shumë ose do të fitoj prej tij pozitë ose ndonjë interes tjetër. Do të thonë për këto qëllime nuk lejohet dhënia e dhuratës. Është transmetuar që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka dhënë 5 deve të reja. Do thotë këtij personi, edhe i është duk pak, do thotë çdo herë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka dhënë më shumë se sa ajo dhurata që është dhënë. Ose njësoj. Mirë po, sipas asaj që e ka pasur prezent. Ndoshta ai person ka prit ndonjë pasuri tjetër, jo prej deveve, ka prit diçka tjetër, edhe për këtë shkak është zemru. Pra këto janë përfitimet, do të thonë një se duhet dhurata të pranohet dhe lejohet mos pranimi i dhuratës nëse pranimi i saj sjell ndonjë dëm, siç është në këtë rast. Ose për shembull, njeriu që ka pozitë ose gjykatësi, në veçantë gjykatësi, do të thonë e ka të ndaluar të pranojë dhuratat e njerëzve. Se kjo mund të sjellë dëm, do të thonë që ta sjell gjykimin e padrejtë. Po ashtu në këtë hadith shihet ajo vrazësia e beduinëve, edhe kemi fol më herët, do të thonë pse nuk është e preferuar të jetohet larg civilizimit, do të thonë edhe vendbanimeve, në vend të izolum ose në male ose në shkretira kështu me radhë, do të thonë se ajo sjell vrazësi në sjellje, në moral. Mirë, ka tani një temë tjetër që ka përmendur autori rahimahullah, është babul haya, do të thonë tema lidhe me turpin. Ka thënë حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا transmetohet nga Abu Mas'ud radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasa min kalam an-nubuwwa idha lam tastahi fasna' ma shi't. Do të thonë ajo që u ka arritur njerëzit, do të thonë vazhdimisht e kanë transmetuar njerëzit prej fjalëve të pejgamberllokut, do të thonë prej fjalëve të pejgamberëve të mëhershëm, është kjo fjalë, nëse nuk ke turp, atëherë bëj ç'të duash. Pra këtë hadith transmeton Imam Bukhari rahimahullah me zinxhirin e tij nga Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Por prej tij e transmeton Rib'i ibn Hirash, që është përmendur, do të thonë prej tabinëve, është përmendur, a keni dëgjuar ndonjëherë këtë emër për diçka, para se është përmendur sinqeritet, pa që nuk ka gënjur asnjëherë. Do të thonë është përmendur si shembull për thënien e të vërtetës, që asnjëherë nuk ka gënjur, saqë edhe në kohën e Haxhaxhit, kur dy djemtë e tij kanë qenë kundër Haxhaxhit, kanë luftuar, edhe pastaj pasi kanë humbur ata kundërshtarët e Haxhaxhit, janë fshehur këta. Janë fshehur në shtëpinë e babës vet. Edhe i ka kërkuar Haxhaxhi, i ka desht ata t'i gjej. Edhe i kanë thënë atij pyete Ribiun se ai nuk gënjen asnjëherë. Edhe ka marrë, ka thënë ja Ribi ma fa'ala abna'uk, ose ku janë, do të thonë ku janë dy djemtë tu, ka thënë janë shtëpitime, fshihen. Do të thonë i ka tregu me njëherë, atëherë Haxhaxhi ka thënë po ja fali për shkak të sinqeritetit tënd. Pra këta janë transmetuesit e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një fjalë që ka arritur nga pejgamberët e mëhershëm. Do të thonë vazhdimisht njerëzit e dinë këtë te secili pejgamber, edhe deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është transmetuar kjo fjalë nga pejgamberët, që është nëse nuk ke turp, bëj ç'të duash. Çka do thotë kjo fjalë? Njëherë, do të thonë kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se thirrja e pejgamberëve është e njëjtë. Do të thonë çështjet e besimit, të gjithë pejgamberët e Allahut i kanë të njëjta. Edhe nuk ka pasur dallim në asnjë pikë prej pikave të besimit. Të gjithë pejgamberët kanë thirrur që ta adhurohet vetëm Allahu një, i vetëm, pa ortak, i pa shoq, absolutisht, do të thonë në rububie, në esma u sifat, dhe në adhurim. Mos adhurohet askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë të gjithë pejgamberët i kanë treguar cilësitë e njëjta të Allahut subhanahu wa taala, edhe kanë folur për vetit njësoj për Allahun dhe kanë thirrur, do të thonë, që të adhurohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe shtylla tjera të imanit, do të thonë besimin me lajke, besimin në librat, në të gjithë librat, besimin në të gjithë pejgamberët, edhe besimin, do të thonë, ditën e gjykimit, ringjalljen, besimi në paracaktimin e Allahut, do të thonë edhe përshkrimi i xhenetit, xhehenemit e kështu me radhë, çdo gjë ka qenë e njëjtë te pejgamberët. Ka dalluar në aspektin e ligjeve, normave, do të thonë haramit dhe halalit, ose gjithashtu disa forma të adhurimeve. Kurse në çështjen e akides, do të thonë të njëjtë, dhe gjithashtu në temën e moralit, nuk ka pas dallim mes pejgamberëve. Pra nuk ka mundësi që gënjeshtra të një pejgamber të jetë lejuar e të një pejgamber të jetë ndaluar. Edhe një prej këtyre morale, do të thonë këto janë morale për cilat ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe janë që pajtohen me natyrshmërinë e pastër të njerëzit, të pastër, dhe me logjikën e shëndosh. Do të thonë ato janë morali i lartë është që patjetër përputhet me logjikën e shëndosh dhe të fuqishme, edhe me natyrën e pastër të njerëzit, do të thonë ajo për cilën thret Islami, është e njëjtë pra të gjithë pejgamberët. Turpi është një moral i lartë, do të flasim edhe më gjerësisht për ta në hadithin e radhës. Mirëpo këtu kur thot kush nuk turprohet, le të bëj çka doj. Çka do të thonë kjo fjalë? A është leje për të, do të thonë, që të bëjë çka doj? Ka disa komentime të dietarëve, çka do thotë kjo mënyrë urdhërore. Ose po idha lam tastahi fasna ma shit. Do të thonë nëse nuk turprohesh, atëherë bëj ç'të duash. Çka do të thonë ky urdhër, bëj ç'të duash? Në një aspekt, disa dietar kanë thënë se është kërcënim. Do të thonë, pra nëse bën ç'të duash, pa u ruajt prej haramit, edhe pa i kryer obligimet, do thotë se të pret dënimi. Si ka thënë Allahu, i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Do të thonë bëni, veproni çka doni, se Allahu i shet të gjitha që i bëni. Do të thonë kjo është kërcënim, nuk është lejim. Pra që do të thonë komenti i parë është, nëse nuk turprohesh nga qortimi ose nuk friksohesh prej turpit që do të bjerë mbi ty, atëherë bëj, do të thonë, gjitha ato që i kërkon shpirti jot ose nefsi jot, të mira ose të këqija, do të thonë atëherë nuk ke pengesë, sepse kanë thënë një prej definicionit turpit është që është diçka që pengon prej punëve të pahishme. Do të thonë turpi, njëherë turpi ndaj Allahut subhanahu wa taala, e pengon njeriu prej punëve të pahishme. Edhe pastaj edhe turpi prej krijesave, do të thonë turpi prej njerëzve, gjithashtu është i lëvduar, nuk është si e fatësi. Do të thonë kur njeriu ka turp prej njerëzve, është prej moraleve të larta. Edhe ky turp ose mendimi i pasojave, do të thonë edhe mendimi, do të thonë që njerëzit mund, do të thonë do të turprohet, do të bjerë në turp para njerëzve,
është prej punëve që është e preferuar, dhe kur i mungon njeriut turpi ndaj Allahut, edhe i mungon turpi ndaj krijesave, atëherë nuk ka asnjë kufi për ta. Edhe prandaj prishja e moralit në këtë aspekt quhet shthurje. Nuk ka kufi ose nuk ka gardh që e pengon prej diçkaje nëse i mungon turpi. Tjetër koment është, disa prej dietarëve kanë thonë që është për qëllim se nëse është vepra e atill ose puna në të cilën do të hysh është e atill që nuk duhet të turprohesh prej saj. Nëse bën një vepër që është sipas shariatit Allahut, ose një veshje, ose një sjellje, ose çka do qoftë që është në përputhje me atë që ka shpallur Allahu, atëherë bëj të gjitha ato që i do, se nuk janë ato për të turpruar prej tyre. Ose nëse është halal, atëherë bëj atë se nuk është për të turpruar. Nëse është vepra e atill që ti nuk duhet të turprohesh prej saj, atëherë bëje të gjitha ato që i do. Tjetër koment është, teprimi në qortim. Do thotë se nëse ti e ke lënë turpin, atëherë ato vepra tjera janë më të vogla. Që nëse turp nuk ke, atëherë këto tjera që i bën bëj se janë më të vogla se kjo më e madhja. Është për qëllim teprimi i qortimit për braktisjen e turpit. Tham një herë është qortim ose kërcënim, prej veprave të këqija. Edhe tjetra është që është kufizim ose urdhër për të bërë vepra për cilave nuk turprohet njeriu. Ti bësh vepra që nuk janë turp, dhe tjetra është teprimi i qortimit për braktisjen e turpit, braktisjen e këtij morali. Atëherë, nëse e ke braktisur turpin, atëherë tjerat janë më të vogla. Sepse kjo sa i përket çka e pengon njeriu turpi, prej cilave vepra e pengon, nëse është turp shariatik, që e pengon njeriu nga harami ose nga punët e pahishme, atëherë është turpi preferuar. Por ndonjëherë turpi e pengon njeriu nga bërja e obligimeve ose nga hikja prej haramit. Turpi është pengesë që njeriu të largohet nga vendi ku ka haram, për shembull, ose nuk e kryen obligimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, ose nuk e kryen obligimet ndaj njerëzve. Për shembull, kujdesin për gruan, ose diçka tjetër, për shkak të turpit ndaj njerëzve. Atëherë ky nuk është turp. Kjo pengesë nuk është turpi që lëvdohet. Kjo është dobësi, realiteti i saj është se është dobësi e karakterit. Por e kanë quajtur njerëzit turp se i ngjet, kësaj cilësie të mirë. Do thotë, prandaj lënia e asaj që është obligim, për shkak të kësaj dobësie në karakter, atëherë quhet si turp për njerëzve, mirëpo është i ndaluar. Këtë rast, nëse pengon prej kryerjes obligimeve ndaj Allahut ose ndaj krijesave, ose pengon prej largimit nga harami. Quhet dobësi dhe jo turp i lëvduar. Pastaj në hadithin e radhës thot Imam Bukhari thot حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله مولى أنس رضي الله عنه قال سمعت أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. Domethën Anesi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më i turpshëm se vajza e re beqare në dhomën e saj.
wa kana idha kariha shay'an arafnahu fi wajhihi. Do të thonë kur urrente diçka, kuptonim do të thonë nga fytyra e tij. Thotë nuk thoshte ndonjë fjalë. Pra është sjell ky shembull se vajza e re beqare, do të thonë kur afrohet koha e martesës, e ka nivelin më të madh të turpit, sepse atëherë vijnë do të thonë edhe turprohet prej burrave edhe prej grave gjithashtu. Do të thonë në atë periudhë, do të thonë turprohet edhe prej grave, prandaj mbyllet në dhomën e saj ose siç kanë bërë përpara, do të thonë në një pjesë dhomës kanë vendosur perde, edhe ajo vajza e re që është afru kohës martesës ka qëndruar në atë pjesë, e mbuluar edhe prej grave. Do të thonë në atë nivel e kanë pas turpin, kurse sot, siç kemi thënë edhe më herët, pikërisht në atë kohë shpërthen çdo kufi i turpit te vajzat, edhe nuk turprohen as prej burrave, as prej grave, as prej prindve të vet, as prej babës nuk turprohen. Do të thënë në atë kohë kur duhet të jetë turpi më i madh te vajza. Dhe kuptohet nga ky turp i madh, do të thënë janë largu prej njerëz, nuk kanë fol, do thotë nëse janë pyetur diçka, prandaj në martesë heshtja e vajzës është aprovim. Do të thënë sepse nuk mund detyrohet vajza që patjetër të flasë, se do të jetë aty para babës saj e kështu me radhë, dhe niveli i turpit është shumë i lartë, prandaj vetëm hesht, edhe do të thonë se me këtë e ka pranu martesën me atë që ka ardhur për të martuar. Do thotë në këtë nivel, pra kanë thonë sahabët se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka pas turp më shumë se sa ky rast, do thotë. Dhe çka do të thonë ky turp i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam? Do të thonë që nuk i ka thonë askujt diçka që do të ishte ndi keq, do të thonë. Nuk i ka thonë një fjalë të keqe dikujt, por kur nuk i ka pëlqyer ndonjë gjë, atëherë sahabët e kanë kuptuar nga fytyra e tij, do të thonë nëse ka largu, do të thonë shikimin ose ndonjë veprim ose grimas të fytyrës, do të thonë nga kjo e kanë kuptuar se nuk është duke i pëlqyer. Dhe nuk ka pas nevojë që të flasë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, dhe nuk ka folur. Edhe siç dihet asnjëherë nuk ka kritikuar, do të thonë nuk i ka dhënë tmeta ushqimit, për shembull, ose vendit të fjetjes, shembull, ose dhomës, ose veshjeve. Do thotë asnjëherë nuk e ka përqesh ndonjë çështje prej çështjeve të dunjas. Dhe për këtë shkak, pasi pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është shembulltyr për umetin e tij, do të thonë duhet të përpiqemi që sa më shumë të arrijmë këtë moral të lartë të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Sa më shumë që ka mundësi njeriu, do të thonë të ruhet, sepse ka prej turpit ka diçka që është natyrale, do të thonë që Allahu e ka kriju në atë mënyrë njeriu, dhe ka turp që është i fituar. Do të thonë që njeriu e fiton me përpjekje dhe me stërvitje në moral të lartë. Në hadithin e radhës, thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Ibrahim ibn Musa, قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. Përpara kësaj unë pas kam kthyer një hadith, nuk s'ma përmendet më herët. Po këtë hadith që ndoshta për sqarimin më të gjerë të turpit. Pra thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. Pra nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'un." Pra imani është
60 ose 70 e disa shu'be, deg. Do më thënë imani është 60 ose 70 e disa deg. Ky dyshimi është prej transmetuesit. Do më thënë, a ka thënë 60 e disa, apo 70 e disa. Do më thënë, është prej transmetuesit. Mirë po në transmetim tjetër, që është edhe më i fortë, thotë, do më thënë, pa dyshime, ka përmendur vetëm numrin 70. 70 wa bid'un. Fjala bid'un, në gjuhën arabe, është kur thuhet disa, do më thënë ka edhe numër të caktuar. Pra kur thot disa, nëse thu nejif, është do më thënë prej 1 deri në 10. Nëse thuhet nefer, është prej 1 deri në 3. Dhe kur thuhet bid'un, është prej 3 deri në 9. Do më thënë bid'un o situn, do më thënë është 70 e një numër nga 3 deri në 9, do më thënë përafërsisht. Dhe Hafidh ibn Hajar ka thonë se më e saktë është se është 7, do më thënë 77. Kurse Bejhaqiu i rëndit 79, do më thënë deg të imanit, do të flasim. Pra ka thonë bid'un wa sittun, au bid'un wa sab'un. Do më thënë 60 e disa ose 70 e disa deg, afdaluha la ilaha illa Allah. Më vlefshmja, më fuqishmja është fjala la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Edhe më ulta është largimi i pengesës prej rrugës. Wal haya'u shu'batun min al iman, edhe turpi është një prej degëve të imanit. Pra në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se imani, do të thënë, ka shumë çështje që quhen iman. Pra imani është besim i zemrës, shqiptim me gojë dhe veprim me gjymtyr. Mirë po, këto kanë degë të ndryshme, edhe të gjitha degët nuk janë në nivelin e njëjtë. Dega më e lartë, fjala la ilaha illallah, është gjithashtu edhe kushti dhe baza për të gjitha degët të tjera. Do të thënë, pa fjalën la ilaha illallah ose pa tauhidin, se ka në tjetër transmetim kelimetul ikhlas, do të thënë fjala e sinqeritetit ose përkushtimit. Do të thënë tauhidi është dega më e lartë, yerhamukallah. Dega më e lartë e imanit. Edhe jo vetëm që është më e larta, do të thonë ajo është baza. Edhe pa të nuk vlen të gjitha degët të tjera, do të thonë nuk vlen pa e pasur fjalën la ilaha illallah. Dhe këto degë dallojnë, do të thonë nivel, disa, pra nëse mungon fjala la ilaha illallah, mungon imani tërësisht. Nëse mungojnë disa degë të tjera, ka mundësi të mungojë imani ose një pjesë e imanit, do të thonë dobësohet ose paksohet ose shtohet imani, por ka mundësi edhe të zhduket krejtësisht nëse mungojnë degët që janë thelbi i imanit. Edhe kjo është padyshim akidja e Ahlus Sunna wal Jamaa, akidja e saktë se nuk janë të gjitha veprat njësoj. Disa kanë nxjerrë terme të reja, që nuk ekzistojnë në Kur'an dhe Sunet, edhe i detyrojnë njerëzit. Edhe në bazë të asaj bëjnë murxhi njeriu ose dietarin, domethënë si Sheikh Albani ose Sheikh Rabin, domethënë në bazë të terminologjisë që ata e kanë shpikur, nëse nuk pajtohesh me ta, atëherë je murxhi. Kurse terminologjia e saktë është fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra padyshim se ka prej degëve që janë bazë, edhe nëse mungon imani. Dhe ka prej degëve që janë plotësuese, që nëse mungon ose zvoglohet imani. Dhe nëse janë prezente, atëherë imani rritet. Do të thonë, në këtë mënyrë kjo është akida e Ahlus Sunna wal Jamaa. Këto degë, si që thash, disa prej dietarëve janë munduar të i numrojnë. Ka thënë Bejhaqiu, janë mundu në secilin ajet, do të thënë në Kur'anin e ka analizu në bazë të këtij hadithi. Edhe çdo vepër që urdhrohet e ka veçu, do të thënë për t'i numëruar sa janë këto degët e imanit. Edhe ka thonë që më kanë dalë 62
ose domethënë pavarësisht kështu 62 ose sa thot. Pastaj ka marrë edhe një herë edhe Kur'anin edhe hadithet. Domethënë hadithet, gjitha hadithet i ka ecë një nga një, që të gjej cilat janë degët imanit, cilat janë ato vepra për cilat urdhrohet në Islam. Edhe e kam gjetë se janë 79. Ka thënë edhe nuk ka as një më shumë edhe as një më pak. Domethënë në këtë mënyrë i ka numru. Kanë thonë disa prej dietarëve se domethënë këto degët prej cilave degëzohet imani, ka disa që janë të veprat zemrës. Domethënë njëherë kjo esenca është tauhidi, domethënë besimi. Pastaj ka veprat zemrës që degëzohen nga besimi, siç është njohja, niyeti, përkushtimi, mësimi i diturisë dobishme, kështu me radhë. Pra prej veprave të zemrës janë 14, kam thonë. Prej veprave të gojës, të gjuhës, janë 7, dhe prej veprave të trupit janë 38. Domethënë këto, domethënë që i kanë numru pra dietar të tjerë prej veprave të ose prej degëve të imanit. Me rëndësi në këtë temë është se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el-haya'u shu'batu min al-iman. Po edhe imatatul adha pse është më ulta kjo largimi i pengesës. Domethënë dega më e lartë dhe më e rëndësishme është tauhidi, padyshim. Kjo është baza. Dhe veprat tjera pastaj dallojnë në peshë dhe në rëndësi. Dhe e fundit që është përmendur, domethënë është largimi i një pengese që ka shkaktuar tjetër kush, domethënë që nuk është prej veprave tua, por largimi i asaj që mos jetë pengesë për muslimanët. Domethënë kjo është edhe kjo është prej degëve të imanit. Domethënë vjen te një pengesë që nuk je ti fajtor, domethënë nuk e ke vënë ti aty, edhe njeriu ka mundësi vetëm të kalojë, thotë nuk është puna ime, por imani e bën që edhe në këtë rast, do thotë njeriu të kujdeset për interesin e muslimanëve. Domethënë nëse bëhet fjalë për një pengesë në rrugën në të cilën ecin njerëzit, atëherë si është puna për pengesat që i vendosin njerëz e bidatit në rrugën e fesë, edhe në rrugën e xhenetit, domethënë vendosin pengesa, njerëz të bidatit, njerëz të kufrit, kriminalët, ata që armiqtë e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë vendosin pengesa të ndryshme. Prandaj largimi i këtyre pengesave është padyshim prej punëve të fuqishme të imanit. Turpi është përmendur një prej këtyre degëve, që do më thonë se imani pa tjetër e bën që njeriu të turprohet, të ketë turp, më thonë, me gjitha llojet e mira të turpit. Edhe thamë se ka turp që është vetë në krijesën e njeriut, që e ka kriju Allahu subhanahu wa taala tatil, ose ka turp që fitohet. Disa prej dietarëve kanë thënë se ai turpi i natyrshëm që është vetë, domethënë te njeriu, nuk është prej imanit, sepse është diçka që e ka kriju Allahu subhanahu wa taala në atë mënyrë, kurse ai që të cilin e fiton njeriu me iman dhe me mësim dhe me vepra të mira, ky është turpi që është një prej degëve të imanit. Por thonë të tjerë se edhe ai që ka qenë në te njeriu para njohjes imanit, domethënë me iman, kur vjen imani, atëherë njeriu dallon se prej çka duhet të turprohet edhe si ruhet për veprat e imanit. Gjithashtu edhe kjo është prej veprave të imanit. Wallahu a'lam. Dhe po ashtu kanë përmendur disa forma të turpit, disa lloje të turpit, që ta kuptojmë më thellësisht. Kanë përmendur se ka turp prej domethënë turpi krimit, si më thënë. Pra kur bën njeriu mëkat, tash pasi e bën mëkatin, turprohet nga Allahu subhanahu wa taala, siç është turpru Ademi alayhis salam. Domethënë pasi
e ka shkel urdhrin e Allahut, edhe është munduar të fshihet. Edhe i ka thonë, e kanë pyetur, a mundohesh të ikësh prej Allahut? Ka thonë jo, por turprohem prej Allahut. Do të thonë është për shkak të mëkatit që e ka bërë, njeriu turprohet para Zotit të tij subhanahu wa taala. Ka tjetër turpi mangësisë. Do të thonë kur njeriu e bën veprën, edhe në të ka mangësi. Edhe patjetër se duhet të turprohet se Allahu subhanahu wa taala meriton veprën në mënyrën e plotë, të përsosur. Kurse robi e bën me mangësi të shumta, edhe duhet të turprohet. Edhe është përmendur në hadith se melaiket, të cilët ka, do të thonë prej melaikeve, që nga dita që i ka kriju Allahu, deri sot dhe deri në ditën e kiametit janë në sejdë. Edhe ka melajke që janë ruku dhe ka melajke që janë në qiyam dhe melajke të cilët vazhdimisht i bëjnë tasbih Allahut, yusabbihuna bihamdihi la yafturun. Domethënë vazhdimisht thonë subhanallahu wa bihamdihi, edhe nuk ndalen asnjëherë, dhe asnjëherë nuk lodhen ose nuk bezdisen. Gjithë, domethënë që kur e ka kriju Allahu deri në ditën e gjykimit. Por në ditën e gjykimit, kur ta shohin domethënë në praktik zemrimin e Allahut edhe gjykimin e Allahut, atëherë thonë Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Domethënë nuk të kemi adhuruar si duhet, domethënë si meriton ti të adhurohesh. Edhe kjo është pra turpi i mangësisë. Turprohen me lajket, domethënë se nuk e kanë plotsu adhurimin si duhet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ku është turpi jon? Ka gjithashtu turp i madhrimit. Do të thonë kur ka dikush pozitë të lartë në zemrën e njerëzit, edhe e llogarit të madh, do të thonë turprohet prej tij. Për shembull turprohet edhe e dini, do të thonë ka mundësi njeriu daler me rroba, me një lloj të rrobave para familjes tij, para fëmijëve të tij ose prindve dhe vëllezërve, motrave, por nëse vjen dikush që është me një pozitë më të madhe në zemrën e tij, mundohet, do të thënë, turprohet dale me ato rroba. Kjo është qëllimi, turpi i madhrimit, ose ndonjë fjalë ose ndonjë lëvizje që në prezencën e dikujt njeriu turprohet, do të thënë edhe para njerëzve, kurse para Allahut subhanahu wa taala, do të thënë duhet edhe më shumë. Prandaj prej madhrimit që e bën Israfili alayhis salam ndaj Allahut, do të thënë mbështillet me krahët e tij nga turpi, do të thënë para Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë sigur vishet me krahët e tij, do të thënë që zvoglon vetveten edhe mbulon vetveten nga turpi para Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu kemi turp të fisnikris. Do të thënë njeriu që është fisnik dhe bujar, turprohet, do të thënë prej disa, do të thënë për refuzimeve kështu me radhë. Irhamkallah. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thirrur në walime sahabët, edhe pastaj ata e kanë zgjat shumë ndenjen pas ushqimit, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është turpruar që t'ju thotë shkoni. Thonë kuptohet kjo është turpi i fisnikrisë dhe bujarisë. Edhe ka përmendur Allahu në librin e tij. Gjithashtu turpi i nderit. Do të thonë pra njeriu ka disa çështje që i llogarit pahishme dhe nuk i thot ose nuk i bën, sigur Aliu radhiyallahu anhu kur ka pas problem me dhi. Edhe mirëpo pasi ka qenë dhëndër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është turpruar që ta pyese për këtë çështje dhe i ka thënë tjetër kujt që të pyese. Gjithashtu kanë përmendur turpi si më thonë shpërfilljes, pra turp prej zvoglimit të gjës për cilën flitet. Do të thonë është ndonjë temë, erhamukallah. Ti, ako stesh? U bën shumë tash. Allah ju mëshiroft gjithë. Do të thënë ka disa tema që janë tulta, edhe njeriu turprohet të merret me to. Për shembull, si Musa alayhi salatu wassalam
që ka thonë, është transmetuar se ka thonë, më vinë nevoja, do të thonë prej nevojave të dunjas, mirë po turprohem që të kërkoj, o Zoti im. Do të thonë ka çështje të dunjas, nevoja të njerëzit, mirë po i vjen turp që për këto nevoja t'i lutet Allahu subhanahu wa taala. Edhe ka thonë Allahu i lartësuar, hatta milha ajinik wa alafa shatik. Do të thonë duhet ta kërkosh edhe kripën e brumit, do të thonë kripën që e hedh brumit edhe kullosën e deles. Do të thonë edhe për ato duhet t'i lutesh Allahut subhanahu wa taala. Mirë po Musa alayhis salam i ka llogaritur çështjet e dunjas, do të thonë të parëndësishme, edhe të vogla, edhe është turpruar që kur i drejtohet Allahut subhanahu wa taala t'ia kërkoj ato. Edhe ka një turp që vjen prej më lartë, që është prej Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë turpi i dhuntive të shumta të Allahut edhe bujarisë së pafundme të Allahut subhanahu wa taala. Dhe si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu turprohet kur robi i tij ngre duart edhe i lutet që t'ia kthej, do të thonë të zbrasta. Pra kjo është prej turpit të dhuntisë. Dhe gjithashtu është përmendur se pasi ta kalojnë besimtarët siratin, edhe përpara se të hyjnë në xhennet, atëherë Allahu subhanahu wa taala i jep një libër robit të tij, në të cilin shkruhen të gjitha ato ku ka lënë mangësi ose ku e ka tepruar. Do të thonë çështje në të cilat ka lënë mangësi dhe e ka tepruar, dhe thot Allahu, u turprova të t'i shfaq këto. Do të thënë përpara, sepse ti kam falur. Do të thënë kjo është dhuntia që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, dhe prej dhuntisë së tij dhe bujarisë së tij të pafundme, do të thënë Allahu turprohet që t'ia përmendë ato robit të cilat ja ka falur. Pra kjo ishte diçka në lidhje me këtë hadith që kthym, dhe hadithi i radhës pra ishte për turpin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë më i turpshëm se vajza beqare në dhomën e saj. Dhe në hadithin tjetër që ka përmendur Imam Bukhari rahimahullah, thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma kana al-haya'u fi shay'in illa zanahu, wala kana al-fuhshu fi shay'in illa shanahu. Do të thonë, në çdo gjë ku gjendet turp, ajo zbukurohet, edhe çdo gjë ku ka paturpsi, do të thonë ajo shëmtohet. Do thotë, pra turpi sjell vetëm të mira, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër, kur njeriu është i turpshëm edhe nuk flet diçka që mund të jetë një nga këto lloje, do thotë nuk flet për një gjë sepse e mendon se është e vogël ajo, ose nuk flet sepse është bujar dhe kështu me radhë. Do të thonë çdo herë turpi e zbukuron punën dhe gjendjen. Kurse paturpsia, do të thonë kjo të flasë fjalë, do të thonë që në të cilat është paturpsi, do të thonë, ato vetëm e shëmtojnë gjendjen, mexhlisin për shembull, punën, ose ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leysa al-mu'minu bit-ta'ani wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. Do të thonë besimtari nuk është akuzues, do të thonë i vazhdueshëm, as nuk është mallkues, as nuk është i paturpshëm, do të thonë që flet që bën vepra në të cilat mungon turpi, as bedhi që flet fjalë nga të cilat mungon turpi. Do të thonë kemi përmend këto shumë më herët, fahish, do të thonë që bën vepra që janë të turpshme, do të thonë ku i bën me paturpsi. Dhe bedhi, do të thonë njeriu që flet fjalë që janë të turpshme, do të thonë, edhe që i flet ato me paturpsi. Pra këto nuk janë cilësi të besimtarit, sepse turpi është një degë e imanit. Dhe në hadithin e radhës thot, حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل. مثلا transmeton Imam Bukhari rahimahullah nga Ismaili, dhe ai transmeton nga Maliku. Maliku
Imam Malik ibn Anas rahimahullah, domethënë dietari i botës, edhe një prej dietarëve më të mëdhenj të këtij umeti, transmeton nga Ibn Shihab az-Zuhri, domethënë prej dietarëve më të mëdhenj. Ai transmeton nga Salimi, që është biri i Abdullah ibn Omerit, gjithashtu prej dietarëve më të mëdhenj të tabiinëve. Salim ibn Abdillah, domethënë transmeton nga babai i tij, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, thotë se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka kaluar për një njeriu që e ka këshilluar vllajën e vet në lidhje me turpin. Edhe i ka thënë da'hu fa inna al-haya'a min al-iman. Ka thënë lere sepse turpi është prej imanit. Domethënë ky njeri e ka këshillu vllajën e vet që mos ketë atë shumë turp, po ta kërkoj hakun e vet. Domethënë ka qenë ky i këshilluari njeri që ka pas shumë turp. Edhe nëse i është shkel diçka prej hakut të atij, edhe e kanë, domethënë i është keq përdor haku, edhe nuk e ka kërku, domethënë nga turpi. Ky vllai vetë ka këshillu që s'duhet aq shumë të kesh turp, domethënë si thonë te na mos lejo me të bë budall njerëzit, domethënë banu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë da'hu, domethënë lere. Pra mos u mundo t'ja heqësh këtë cilësi të mirë, këtë moral të lartë që është turpi, sepse fa innal haya'a min al-iman, sepse turpi është pjesë e imanit. Domethënë turpi sjell vetëm të mira, le të ketë turp, edhe nëse është për diçka të vogël që e lë atë hakun e vet, si Musa alayhis salam, domethënë nuk është diçka e qortuar, sepse me ta do të fitoj shumë më shumë. Dhe hadithi tjetër, i fundit për sot, thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا أبو الربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت. Pra me këtë zinxhir të bukur gjithashtu transmeton nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se ka thënë: "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi bayti kashifan an fakhidhihi aw saqayhi." Do të thonë ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shtrir në dhomën time, edhe i kishte do të thonë i ka zbulu gjunjt, ose është për qëllim nën gjunjt, saq, do më thënë pjesa e kërcirit, i ka pas të zbuluara, pra si ka qenë i shtrir, një pjesë e kamve është zbulu. Thot, fasta'dhana Abu Bakrin radhiyallahu anhu, fa adhina lahu kadhalik. Do më thënë, kërkoj leje Abu Bakri, edhe hyri, Abu Bakri i lejoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fatahaddath, edhe foli me ta. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث. Pastaj kërkoi leje, do të thënë erdhi Omeri, hyri, i dha leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë në atë gjendje, edhe foli me ta. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. Pastaj kërkoi leje Uthmani radhiyallahu anhu, do të thënë ka trokitur Uthmani radhiyallahu anhu, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ulur, edhe i ka drejtu rrobat e tij. Pastaj thot një prej transmetuesve këtu, Muhammad ibn Abi Harmala, thot wala aqulu fi yawmin wahid. Do të thënë nuk them se kjo ka ndodhur në të njëjtën kohë, në të njëjtën ditë. Do të thënë është për qëllim këto ndodhi, do të thënë i ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha. Fa dakhala fatahaddath, edhe hyri foli me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, falamma kharaj, kur doli, thot Aisha radhiyallahu anha, i thash, ja Rasulullah, dakhala Abu Bakrin falam tahash walam tubali, thumma dakhala Umar falam tahash walam tubali. Thotoi dërguari Allahut, hyri Abu Bakri, edhe ti nuk u lëvize, edhe nuk u brengose, pse ka hyrë ai, ishte ashtu i relaksum, do të thënë siç ishte në shtëpi. Pastaj hyri Omeri,
edhe nuk lëviz edhe nuk u brengose. Thumme dakhala Uthman fajalasta wa sawayta thiyabak. Pastaj hyri Uthmani dhe ti u drejtove dhe i ule, do të thonë, dhe i drejtove rrobat. Do të thonë, si është kjo punë? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu almalaika. Ka thënë, si mos turprohem për një njeriu, për një burri, për i cilit turprohen melaiket. Do të thonë, melaiket që janë shpirtra të lartë të qiellit që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, kanë turp para Uthmanit radhiyallahu anhu. Edhe këtu është, do të thonë, sqarimi i shkakut. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se turprohen prej tij, sepse prej tij turprohen edhe melaiket. Do të thonë, respektojnë Uthmanin radhiyallahu anhu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i merr shembull dhe i ndjek melaiket sepse janë shpirtra të pastër që nuk bëjnë mëkate, jo se janë më të vlefshëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më i vlefshëm i të gjitha krijesave, prej njerëzve dhe melaikeve në përgjithësi. Prandaj, do të thonë, ai është më i vlefshëm dhe melaiket gjithashtu duhet ta kenë shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, në këtë rast, do të thonë, është për qëllim pra pasi melaiket që janë me këtë nivel të pastërtisë dhe lartësisë, do të thonë, turprohen prej Uthmanit radhiyallahu anhu, këtë ka bërë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtu është e qartë se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është brengosur për sahabët e tij dhe secilit ja ka dhënë kohë, do të thënë, i ka dhënë kohë që t'i dëgjojë ankesat ose nevojat ose kërkesat, ka bisedu me secilin prej sahabëve, e ka pranuar në shtëpi, do të thonë, edhe i ka dhënë përgjigje. Edhe gjithashtu tregon për respektin në përgjithësi ndaj sahabëve edhe në veçanti ndaj Uthmanit radhiyallahu anhu. Dhe kjo padyshim tregon vlerën e Uthmanit radhiyallahu anhu. Gjithashtu kjo pozitë që prej tij janë turpruar melaiket është për shkak se ai ka qenë shumë i turpshëm. Edhe është turpruar, domethënë, para Allahut subhanahu wa taala, edhe ka qenë shumë i turpshëm, edhe i vëmendshëm në nderin dhe sjelljen e tij dhe fjalët e tij. Për këtë shkak, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se secila vepër shpërblet prej llojit të saj. Domethënë, pasi ai ka qenë në këtë nivel të madh, domethënë, të turpit para Allahut subhanahu wa taala, Allahu ka bërë që krijesat e tij më të dashura, melaiket dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam, domethënë, të turprohen prej Uthmanit radhiyallahu anhu. Prej tij nuk janë turpruar vetëm Khawarijt, të cilët e kanë sulmuar në shtëpinë e tij, edhe nuk turprohet Said Kutubi, që flet, domethënë, fjalë që nëse i kishim thënë për atë ose për babën e tij për shembull, atëherë kutbistat turbohen. Me thonë fjalë ai që i ka thonë për Uthmanin radhiyallahu anhu, ne mos i tregojmë se nuk dinë ata me të vërtetë. Nëse nuk ju tregojmë se këto janë fjalët e Said Kutubit, po ne ti themi kundër Said Kutubit ato fjalë të njëjta, ata do të tërbohen edhe të çmenden. E si nuk turprohen prej Uthmanit radhiyallahu anhu që prej tij janë turpruar melaiket dhe është turpruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë, këto të gjitha këto argumente tregojnë për vlerën e këtij moralit të lartë, moralit të turpit, që lutim Allahun subhanahu wa taala të na zbukurojë me të gjitha moralet e larta që i do ai dhe që është i kënaqur me to, dhe të na largojë moralet e shëmtuara, sepse nuk na zbukuron me moralet mira askush përveç Allahut dhe nuk na i largon të këqijat askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.